Shkëndia dje shënoi fitoren e 6 sezonale pasi mundi 2-0 në ekipin e Sileksit të Kratovës në kuadër të javës së 8 të sezonit vjeshtor në ligën e parë të futbollit vendor. Autor të golave për ekipin kuqezi ishin Besart Ibrahimi në minutën e 51 dhe Endrit Krasniqi në minutat shtesë të lojës. Me këto 3 pikë, Shkëndia ka arritur në kuotën e 20 pikëve me 6 fitore dhe 2 barazime, duke u ngjitur në kreun e tabelës. Pas ndeshjes, trajneri Beqiri tha se shumë e rëndësishme është që i grumbullojmë pikët. Patjetër, do të thonë 2-0 apo 1-0 e rëndësishme është të merren 3 pikë në këto momente kur ndeshjet janë ndjeshura. Mua personalisht më shumë shijoj kur është 1-0 për shkak se ka më shumë adrenalin, shoh më shumë reagimin e skuadrës, pjekurinë, pavarësisht se edhe sot rrezikuam në fund ndeshjes. Por në përgjithësi e përditshme është se skuadrës dal nga dal i kthehet siç them zjarri apo ajo dëshira për fitore, për shkak se Shkëndia për momentin aty e ka problemin. Do të thonë ne mundohemi që të kthehemi në realitet, ekipi të kthehet, ekipi që luan me shumë dëshirë dhe me shumë entuziazëm në Europë, do besoj që dal nga dal do paraqitemi më mirë e më mirë. Befasia javës së 8 ndodhi në Shkup ku skuadra e Rabotničkit në cilësinë e vendasit pësoi disfat të papritur nga AP Brera e Strumicës me rezultatin 3-4. Pas kësaj humbje, skuadra e romantikëve përfundimisht janë në një krizë të thellë të rezultateve. 2 ndeshjet e javës së 8 janë zhvilluar të shtunën, ku Arsimi Qegranit mundi Shkupin 4-2, ndërsa Tikfeshi në Kavadar ishte më e mirë se Makedonia Gjorgje Petrov, duke mundur 2-1. Java e 8 e sezonit vjeshtor është mbyllur me 2 ndeshjet e sotme.